Në Kroaci nuk kanë më dyshime. Adrian Pajaziti do të vijojë karrierën të skuadra Hajduku të Splitit, mes fushori kombëtares shqiptare shkëlqeu në huazimin te Gorica duke shënuar te gola vendimtar, teksa bëhet me dije se ka arritur akordin me skuadrën e Hajdukut që drejtohet nga trajneri Gonçalo Garcia. Shqiptari pritet të bëhet afrimi i parë i kuqebluve për sezonin e ri, edhe pse Rijeka ishte më afër në shkrimit me Pajazitin, bëhet me dije se Goran Vučević luajti një rol kyç duke paraqitur një vizion bindës për klubin dhe rolin e mesfushorit shqiptar në skuadër. Hajduku duket se ka fituar garën për shërbimet e Pajazitit, i cili do t'i bashkohet falas skuadrës së re pas skatimit të kontratës aktuale me Fulhamin. Vlen të theksohet fakti se te Hajduku i Splitit Pajaziti do të jetë shok skuadre me emra të rëndësishëm të futbollit kroat, si Rakitic apo Livaja.